Stresi, ma mirë mi thonë, distreset e ndryshme janë momentet në cilat neve rikuperohemi. Kemi 2 deri në 3 ditë të cilat trupi merr kohën e nevojshme për ta kthyer punën, për ta kthyer rutinën ditore, për ta vazhduar sportin, për të vazhduar gjërat e tjera të cilat i kemi. Stresi nga distresi dallon, sepse stresin e kemi stres të mirë dhe jo të mirë. Stresi i mirë është kur na shtyn pak ma shumë me punu, jemi ma azhur, bëjmë përpjekje për të përmirësuar diçka. Stresi jo i mirë është ky stresi kur neve akumulojmë dhe gjithmonë gjejmë veten tonë duke thënë, okej, se nesër përfundoj, mirë se adresoj këtë problem kur t'i vije koha, e tjera. Prolongojmë disa situata stresuese duke mos i adresuar, e krijojmë një klimë distresi. Ky distres kthehet në sindrom. Sindroma është kur kemi disa simptome depresive, që është pamundësia për me kooperu në daily tasks, në rutina ditore, pamundësia për me ju adresu kërkesave që janë, për shembull, kërkesave familjare shumë të thjeshta, kur një bisedë spontane dhe shumë e ndjerë, për shembull me anëtarët e familjes të kthehet në një makt, kur për shembull bashkë bisedimi ose bashkë shoqërimi me miqt edhe njerëz të tjerë që ti ke pas në jetën tënde, persona të vlefshëm, sikur i shmang, nuk don të ballafaqohesh me ta. Çdo tentativë për të thënë shif se diçka ka ndryshuar, nuk të kam prezente si më herët, për shembull menjëherë është kalon në pozitë vetë mbrojtëse, jo se nga e vren ose gjëra të tilla, edhe kjo lodhja që çuditërisht e dëgjon sot nga shumica e njerëzve, është lodhje psikologjike. Lodhja psikologjike dallon nga një lodhje e zakonshme ditore ose javore. Ta zëm, kemi ndruar vendbanimin dhe është shumë normale që neve lodhemi, kemi ndryshuar vendin e punës, është shumë normale që na duhet për mu ambientu. Mirë, po nëse kjo lodhja vazhdon, çdo gjë më vjen shumë e sforcuar për ta bërë, atëherë neve flasim për një epizod depresiv që potencialisht mundet me u kthy në një depresion madhor. Depresioni madhor është sëmundje e cila në spektrin e shërgullimeve të humorit ti pamundson rutina ditore, ta pamundson jetesën dhe bashkëjetesën në mënyrë të kënaqshme me njerëz të tjerë, dhe mbi të gjitha është rrezik për me humb dëshirën për jetë.